Për veçorive të këtij muaji është se ne bashkohemi netëve të këtij muaji për të falur namazin e madh të teravive. Namaz të cilin e filloi profeti sallallahu alaihi wasallam, filloi ta falte. Po kur pas se njerëzit u grumbulluan dhe në mënyrë që ky namaz mos bëhej farz për ummetin e tij, atëherë e la bashkimin dhe e falte vetëm. Dhe këtë sunnet e gjallëroi më pas Umari radiallahu anhu, i cili mblodhi besimtarët në namazin e teravive të vetëm. Kështu që sunneti është të falim namazin së bashku në xhami. E falim namazin deri në përfundim të imamit. Nëse imami fal 13 rekate, atëherë e plotësojmë dhe falim 13 rekate. Nëse imami fal 20 rekate, atëherë e plotësojmë dhe falim aq sa fal imami. Dhe edhe profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: "Men qama ma'a al-imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu layla." Ai i cili fal namaz natë derisa të mbaroj imami namazin, të japi selam, i shkruhet shpërblimi sikur është fal gjithë natën të plot. Ky është sunneti që të falim namazin të gjithë së bashku dhe ta përfundojmë namazin ton me përfundimin e imamit.